Shkolla fillore Marshall Tito organizoi dhe vazhdon të dëshmoj për kushtimin e saj në edukimin dhe zhvillimin kulturor të nxënësve përmes pjesëmarrjes në projekte të ndryshme ekologjike, kulturore dhe artistike. Aktivitetet si Kultura në lëvizje, Toka Shtëpia Jone Përbashkët dhe garat e recituesve Poezia na bashkon kanë sjellë rezultate të rëndësishme dhe kanë ndikuar pozitivisht në zhvillimin e nxënësve. Në këtë intervistë flasim për rëndësinë e këtyre aktiviteteve, sukseset e arritura dhe planet për të ardhmen. Me neve në studio kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi drejtoreshën e kësaj shkolle, Ferida Hajdinaga, dhe arsimtarët e gjeografisë dhe historisë, Emina Muja dhe Bertisa Ishmaku. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirë se erdhët dhe ju urojmë shumë suksese për të gjitha këto aktivitete dhe suksese të fundit që ju keni pasur dhe keni dëshmuar edhe njëherë me punën që punoni fort dhe nuk lodheni me nxënësit e juaj. Drejtoresh, na tregoni pak si e vlerësoni pjesëmarrjen e shkollës në projektin Kultura në lëvizje e shumë të tjera. Po, të them të drejtën, Exona, kjo ishte një hap shumë i rëndësi që është afruar shkollës tonë, së pari si një pilot projekt, i cili edhe të bonë mendime të ndryshme dhe jep themi shans që edhe fëmijët të cilët kanë potencial, po ashtu edhe brezët e rinj të mësimdhënësve që i kemi ne, me të vërtet që është edhe dëshmuar, edhe në bazë të rezultateve që janë pa edhe në Podgoricë, mund të them që ka qenë kyç edhe rol të rëndësishëm ka pas. Thjesht momenti që është ftuar shkolla jonë të marrë pjesë në këtë projekt, është ftuar normal prej organizatës UNESCO-s, së bashku me Ministrinë e Kulturës dhe Ministrinë e Arsimit, si dhe normal pjesëmarrëse dhe partner ka qenë edhe Biblioteka Popullore e Malit të Zi. Ftesa thjesht ka qenë që t'japim në dukje, dvihet në dukje kreativiteti i nxënësve tonë. Çfarë ishte momenti që unë normal ka qenë të përzidhet një grup i mësimdhënësish të cilët kanë treguar afinitet, kanë treguar aftësi dhe kreativitet. Edhe më herët, kur kanë punuar edhe në projekte tjera dhe vitin e kaluar edhe këtë vit, që gjë e përmendet edhe ma përparën gjatë bisedës së lirë, faktikisht është pa momenti që duhet edhe të vërtet që të vihet edhe në pah, të vihet në dukje. Prandaj, me që se u formu grupi prej 2 mësimdhënësve, në vërtet prej 3 mësimdhënësve, po njëri nga ato është dorëzuar, sepse nuk e ka menduar që nuk mund të shkoj deri në fund. Këto 2 mësimdhënësit kanë vazhduar deri në fund edhe mund të themi që kanë arrit kritika pozitive. Thjesht fjala ka qenë shumë me rëndësi vetë prezantuesve të projektit atje, kur i kanë thënë që është një projekt premium. Për mu ka qenë shumë me rëndësi si një bashkëqytetare juaj këtu në qytetin tonë, sepse pak a shumë ne i dim se çfarë edhe kush ka ishte Ulqini si një qytet i lashtë, por brezët e rinjt mos largohen nga ajo se kush jemi, çfarë jemi dhe kush ishim, kanë dëshmuar që me të vërtet në bazë aty në pikave kreative që i kanë zhvilluar së bashku me mësimdhënësit, ta vërtetojnë sepse edhe brezët e rinj kanë aftësi për të ruajtur e gjithë historinë e lashtë të qytetit tonë. Jo më kot, ne i kemi sot edhe të ftuara edhe 2 profesoreshat e gjeografisë dhe historisë për të folur mbi këtë projekt kaq të bukur që kanë realizuar me nxënësit e kësaj shkolle. Sa ishte e vështirë realizimi i këtij projekti dhe puna që ju bët me këto nxënës? Po, atjera realizimi duk që do të thot fare i lehtë, ishtë dash punë, 2-3 muaj të thot që ta kryjmë këtë projekt. Së pari kjo ishte diçka fare e re për ne, edhe papritur. Drejtoresha me një mbledhje të Këshillit të Arsimtarëve na informoi që juve ju kam përzgjedhur që të merrni pjesë në një projekt rajonal, si të them, i cili është i organizuar nga organizatet e huaja, UNICEF-i, UNDP-a dhe UNESCO, në bashkëpunim me
këtë muzeun e Malit të Zi dhe do të thot ne me dëshirë pranuam këtë ftesë. Fëmijët në fillim, në fakt në fillim nuk ditëm se për çfarë kemi të bëjmë, por me kalimin e kohës do të thot kur u takuam me ta, ato na treguan që kemi të bëjmë domethënë për një muzeun të ardhmes, i të cilin do të thot ta realizojmë ashtu si fëmijët të mendojnë se do të ishte më mirë për qytetin tonë. Fëmijët në fillim nuk kishin, do të thot, ideja të qarta, kishin mendime të shpërndara, por në momentin kur ne vizituam Muzeun e Ulqinit, atëherën duke u njoftuar me stafin aty, me drejtuesit e tyne, atëherën fëmijëve të thot i lindi edhe ideja, edhe shumë ma lehtë, domethënë kena mujt mi realizu këtë projekt. Do të thot nuk ishte e lehtë, se ishte do të thot ato të dalim prej mas mësimit, domethënë të vazhdojmë, të punojmë, të ingjizojmë, të bëjmë intervista të tjera, kështu që në fund e realizuam me sukses. Bertisa, edhe ti si një arsimtare, na trego pak si ishte kjo eksperiencë për ty me nxënësit, sepse ishte diçka e re edhe për ty. Po, unë lidhe me projektin mund të them që si mentore e këtij projekti jam shumë krenare për kreativitetin dhe bashkëpunimin e nxënësve. Ka kjo ide, siç e tha edhe kolegi Amina, erdhëm përmes mbledhjes së bani drejtoresha në përzgjedhjen tonë për këtë projekt. Mund të themi që së pari vizituam muzeun në Kalana e Ulqinit, sepse nxënësit në fillim nuk patën as ideja, as mendime, po thuaj. Vizituam atje muzeun, ku erdhëm deri tek ideja. Grupi im konkretisht ka marrë të punoj për arhivën, cila ka qenë arhiva Urmes Brezave, pra ku kena paraqit arhivën moderne, arhivën, pardon, vjetër në arhivën moderne. Nxënësit çfarë u shprehën më tepër kurios, çfarë kishin dëshirë më tepër të dinin për ta vazhduar punën edhe më mirë? Po, atyne shumë i ka interesu, mund të them, ruajtja dokumentave, cilat normalisht ato janë organizu në mënyrë moderne, dhe mund të themi që pjesën më interesante e kanë pas në pjesën e incizimit, ku kanë qenë të gjithë kyçur. Në këtë projekt kemi pa që ka qenë edhe një intervistë e kyçur në këtë projekt, ishte kapedanin nga Ulqini. Si ishte kjo intervistë me to dhe sa mirë ato ditën të shprehen në këtë pjesë? Po. Në fakt, kur vizituam Muzeun e Kalas, edhe drejtuesi Gazi, do të thot, na informoi, na njoftoi me të gjithë stafin aty, me muzeun e të tjera. Një prej vajzave i lindi ideja që sa mirë do të ishte që të bëjmë një muze detar në Ulqin, me qenë se Ulqinit është sa vjetë flitet që do të bëhet muzeu detar, edhe në bashkëpunim me këto organizatat e huaja, ose ndoshta ata do të na ndihmojnë neve që këtë projekt edhe për një mend të realizojmë. Një prej nxënësve si tha, unë kam stërgjyshi jem ka qenë detar i njoftur i Ulqinit. Mund të bëj edhe një intervistë me stërgjyshen time. Edhe aty na lindi, si me thanë ideja, ndal nga dal e bëm atë projektin, do të thotë se si do të shkoj i gjithë kjo, dhe në hap pas hapi, si të them, edhe një prej qëllimeve ka qenë të bëjmë edhe një intervistë, pse jo, me një detar i cili ka një eksperiencë, dhe me thanë shumë të gjatë, dhe me thanë brez pas brezi në anije, ose me detari që merren, edhe njëkohësisht edhe me gruan e detarit, me qenë se si ka qenë jeta e saj, sakrificat e saj atë tjerë. Dhe në këtë mënyrë, domethënë, ato me gjithë qejf e pranuan, domethënë, ftesën tonë, edhe me mënej se e kena kryer me sukses. Patjetër. Drejtoresh, juve si e pritet? Unë edhe me të vërtet tash me përkujtoja edhe kolegja, dëshiroj t'i falenderohem edhe Gazit, udhëheqësit të muzeumit, po dëshiroj t'i falenderohemi në familjes Tivari për pjesëmarrjen e tyre, sepse biseda e tyre i ka bërë atë se çfarë kam pa unë, edhe t'i liroj fëmijët, edhe t'i mësoj në elementet
të realitetit të jetës të përditshme me të cilat janë ballafaqu të dy bashkëshortit, kjo në familje me fëmijë, tjetri me valët e detit dhe me gjithë ato rryma që i dërgon një gjemxhi, si të themi ne. Është interesant, nuk ka pëlqyer shumë ideja e koleges Eminës, po ashtu edhe atë, edhe unë vetë si person, i cili jam kyç në këtë moment duke i vëzhguar të dy videot që këta i kanë formu së bashku normal fëmijët, së bashku me fëmijë, pardon, e kam mendu një gjë që mund të marrim një mesazh shumë të fortë, jo vetëm për atë se çfarë ka ndodhur, të thotë këtu me anije, me detarët tonë, me kapetanat e qytetit tonë, me gjithë ato marinerë që thjesht kanë jetuar me shekuj të ndarë nga familjet e nga muret e kalasë së vjetër, e nën tjetër ka mbetur fjala aty në mos të mbetet e heshtur, emrat e tyre mos të mbesin vetëm një emër në disa dokumenta të vjetra, e kam lidh atë ide dhe thëshë sa e mirë që këto dyjat me të vërtet pa një vetdije janë kyç të dy temat janë gërshetu, sepse arkivat e vjetra që ne nuk i kemi aq me bollëk në qytetin tonë, mund të gjinden ndoshta edhe dikun tjetër, po le të jetë ky vetëm një hap i cili mund të ja shpalos idetë dikujt tjetër apo në të ardhmen edhe dikush që me të vërtet do të merret edhe ti rregulloj e ti rindërtoj apo ti eskaloj në realitet gjithë këta se çfarë kanë filluar fëmijët e vegjël bashkë me koleget tona. Pse jo? Do thotë të hulumtojmë arkivat e vjetra, ti palosim në arkivat moderne, mos të humbasim ma gjurmet, po t'i kem të përafërta, e mbas të tyre të hecim dhe ato se çfarë kanë qenë të palosura diku në fund në përsirtare të humbur, t'i qesim dhe t'i bëjmë realitet si një muze modern, edhe nëse ne këte e përgëzojmë edhe i japim një frymë edhe ma të madhe, kalojmë edhe tek fazat tjera që janë edhe ma me rëndësi, ka gjasa që edhe nga UNESCO-ja të fitojmë edhe me të vërtet mundësin që të krijohet ai muze i së ardhmes. Shkolla juaj ka pasur mjaft aktivitete, ashtu si që ceka edhe në fillim të këtij emisioni, por unë dua përsëri të ndalem dhe të mbesim ende tek projekti Muzeu i së ardhmes. Na i cekët disa pika më kyçe dhe kryesore që ky projekt ju keni cilësuar në këtë projekt, por sa shihni që duhet të ketë projekte të tilla apo edhe nisma të tilla të tjera që nxënësit t'i kenë në vetdije dhe në rëndësi që trashëgimia jonë mos të humbet? T'ju them të drejten, ndoshta na mund të flasim për moshën fëmijëve që janë prej 6 vjeçar deri në moshën 14 vjeçare që kalojnë rrugtimin në shkollat fillore. Mirë po të futeni në analizë të themi të autoritetit të vegjël të tyre, ju do të kishit pa se sa kanë ata mundësi për pas një kreativitet. Vetëm pak një mësimdhënëse e mirë, një koleg e aftë, veç pak i duhet t'i udhëzojnë rrugë të drejtë. E fëmijët kanë potencial. E jona është me zbulu. Ashtu edhe kanë vepruar të dy mësimdhënësit këto, ashtu veprojnë të gjithë mësimdhënësit në shkollën tonë, janë ata që i përcjellin fëmijët, jo vetëm në procesin mësimor, por edhe atë se çfarë është interesimi edhe në cilin nivel është interesimi, edhe anën ka shkon ai interesim i fëmijëve. Do thotë gjithë këta i gërshetojnë dhe bëjnë të themi një analizë specifike i cili i përshtatet fëmijës. Në këtë mënyrë, ata dhe i zbulojnë të themi talentet që i kanë fëmijët të ndrydhura në vete, që nuk i kanë të eksponuar. Po këto e nisin, do thotë jo vetëm një mësues apo një mësimdhënës, po i gjithë stafi i shkollës Mashalltito. Sa shihni që duhet të ketë edhe ende projekte ndoshta të tilla përveç këtij që ishte Muzeu i së ardhmes, mendoni që në Ulqen mundet të realizohet diçka tjetër për nxënësit që të kenë në vetdije që mos të humbet nga trashëgimia? Po, mendoj që mundemi, kemi shumë
nxënësat që janë të aftë, që ka një dëshirë që të punojnë, që ka mujtë gjatë këtij projekti të vërej që ato për 5 minuta kanë ditë një tekst që e kena shkështjelu, edhe me njëherë në kanë pësu edhe kanë ditë për mi aktru, do të thotë, mendoj se nxënësat tonë janë shumë të aftë, veç me punë paksa, me dëshirë, me angazhim të tyne dhe mund të realizojmë çdo gjë. Mund të themi që nxënësit i kemi jashtëzakonisht të aftë, po edhe ashtu edhe për projektet të radhës. Nxënësit janë të interesuar, mund të themi që në këtë projekt kanë tregu maksimumin, besoj që edhe në projekte tjera janë do të njësoj. Besoj që po. Keni pasur edhe garat republikane edhe aty patjetër jeni treguar të suksesshëm. Si ishte kjo për shkollën e juaj dhe ju si drejtoresh si e përcollët këtë gjë? Në gara shtetërore, fëmijët tanë janë paraqitur nga lënda e gjuhës shqipe dhe nga disa lëndë tjera. Mund të them që nga lëndët tjera relativisht kanë pasur sukses, por nga gjuha shqipe janë përzgjedhur 3 vendet e para në klasën e 6 dhe vendi pothuajse i dytë në klasën e 9, me atë që vendin e parë nuk e ka patur askush. I përgëzoj edhe mentoret kësaj radhe, si që ishte Lumnie Metani dhe Donjeta Nasufaga Bushati, të cilët me të vërtet janë përkushtuar maksimum, kanë dhënë gjithë çfarë është nga ajo, me vullnet kanë punu, me një entuziazëm janë përkushtu punës me nxënës, dhe këta e herë mund të themi që fëmijët tonë e kanë arrit asaj pjedestale së vetë, besoj që edhe në të ardhmen do të kemi rastet të tilla, sepse e shohim që edhe klasët e 5 që kalojnë klasët e 6 e kështu me radhë, kanë një potencial të mirë, janë treguar shumë të mirë. Besojmë që edhe ata së bashku me ne nuk do t'i dorëzohemi betejave në të ardhmen. Patjetër, shkolla juaj gjithmonë është aktive dhe organizon çdo herë edhe garat e recituesve, keni pasur kësaj radhe, por edhe botime të librave të nxënësve të shkollës suaj. Si është mirëpritur kjo edhe nga stafi, por edhe sa punë është dashur të bëhet mësimdhënësit me këto nxënës? Kalojmë një herë së pari tek garat e recituesve, e cila për çdo vit mbahet në Tuz, edhe këtë vit morën pjesë nxënësit nga shkolla jonë. Kësaj radhe nxënësit e klasës së dytë kanë marrë vendin e parë prej ciklit të ulët, kurse nga cikli i dytë, prej klasës së 4 deri në klasën e 6, ka marrë pjesë nxënësi i mentores Aisha Tela, i cili edhe aty, edhe ai po ashtu e merr vendin e parë, dhe jemi krenar me gjithë këto arritje se çfarë kanë bërë këta. Dhe i dëshiroj jetë të gjatë, shëndosht dhe sukseset gjithmonë. Edhe mësuese Amandës, edhe mësuese Aishës, të cilat janë përkushtuar me shpirt që fëmijët e tyre, të nxënësit e tyre që i përfaqësojnë shkollën tonë, të jenë ndër të parët, edhe është arritur edhe ajo. Sa i përket promovimit të librave të nxënësve tuaj? Nuk është promovimi i parë që bëhet në shkollën tonë nga nxënësi jonë, kjo është promovimi i dytë i Kejseldës që ka bërë këtë vit. Dhe mund të themi që ka pas një rëndësi, një peshë literare të rëndësishme, dhe të them të drejtën i suksesshëm. Ju jeni edhe vetë dëshmitare disa herë, fëmijët tonë kanë talente të ndryshëm, ata arrin të shprehin ose përmes lapsit, ose përmes ides, ose përmes punës që manifestohen në projekte të ndryshme. Dhe paraqitjeve të ndryshme, po. Shumë bukur, shumë mirë. Shumë ne ju urojmë shumë suksese. Nuk kemi fjalë të përshkruajmë gjithë ato se çfarë kemi kaluar ne, por po, e jona është që t'ja japim shansën dhe çdo promovim e tyre që të bëhet edhe në të ardhmen, do të bëhet në shkollën tonë, sepse aty është piknisja. Ajo është të themi, ajo është shtëpia jonë ku neve gjitha ato emocione do t'i palosim, shpalosim, bisedojmë gjitha ato së bashku normal me mësimdhënës, se askush nuk mund të arrin vetë. Po punuam të gjithë në një ekip, në një tim ku
doradorës i ndihmojnë. Cilat do të jenë ato aktivitetet të radhës që ju keni përsënim këtë periudhë? Tash kemi paka shumë kësaj radhe, kemi manifestojmë ditën e shkollës, kemi kremtimin. Kemi vendosur që kjo ditë të kremtohet me 26 maj për shkak të situatave të ndryshme festive. Prandaj komisioni i cili merret me këtë angazhim ka vendosur që kësaj radhe, edhe pse në fakt është 25 maj, shkolla jonë këtë radhë do ta festojmë 26 maj për shkak të elementeve të ndryshme që nuk mund të pengojnë ndoshta ose të themi ardhjen e fëmijëve për shkak pari njëherë me 21 dhe 22 kemi ditën e pavarësisë, pastaj është shtunë e dile edhe na duhet të mbahen ato prova gjenerale, nuk do arrin me kohë, fëmijët nuk mund t'i angazhojmë në të dielën, prandaj kemi vendosur që ta shtojmë një ditë me radhë, është duke u punuar me të vërtet me një të themi vullnet edhe të madh edhe ndaj prej mësuesve edhe ndaj nxënësve. Rezultatet çfarë janë, neve ju ftojmë të na vizitoni me 26 maj. Besojmë që nuk do zhgënjehemi edhe kësaj. Besoj se jo, ne do të punojmë, do të mundohemi e ju jeni të mirë shumë suksese. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe profesoreshës Emina dhe Bertisa për punën e juaj që keni bërë. Ju uroj shumë suksese dhe faleminderit. Faleminderit. Ndërsa ne shikues të nderuar, në vijim do të vazhdojmë tashmë edhe me projektin dhe videon që kanë bërë nxënësit e kësaj shkolle, Muzeu i së Ardhmes. Deti nuk është vetëm unë, ai është histori. Para se të kishte rrugë, para se të kishte avion, ishte deti rruga e parë e njerëzimit. Deti nuk është thjesht një rrugë tregtie, ai bashkon gjuhën, kombin dhe kulturën tonë. Në brigjet e tija u ndërtuan qytetet, ndërsa në portin e tij u shkrua historia. Sa histori mbajnë këto mure, sa interesante që është. Imagjino se sa detar kanë kaluar këtu para se të niseshin. Këto mure kanë përballuar armiqtë tonë dhe mbajnë shumë kujtime dhe historitë tona. Sot e kemi një episod shumë të veçantë, sepse kemi një figurë shumë të rëndësishme në Ulqin. Ky është detari Mahmud Tivari, është në detari tash 50 vite dhe detaria në familjen e tij rrjedh me më shumë se 5 gjenerata. Ky detar ka përvojë të jashtëzakonshme dhe ka kaluar vite me vite në det dhe ka histori që rrallë kush i ka. A ka Ulqini nevojë për një përmirësim detari ose muze? Muzej pasi pa, se si është nevojë mi maj dokumentat në për shkafetat shtëpisë, kështu unë me qenë transparent, gjithse kush mi pa. Unë kam shumë originala, që është me 874, se unë baziratëm në që ka ishën në letra, se ja kështu në që ka flitet. Si është nevoja mi maj qëpi, kështu i nesër mu ba muzej, më lidhen të shkrujat listare në për muzej. Këtu me Elvirën Uruqi Tivari, me gruan e kapitanit, ajo ishte spikerja parë që lexoi lajmet në gjuhën shqipe, dhe ato aftësi letrare i ka përdorur më vonë në shkruarjen e ditarit të parë që ka shkruar gruaja e detarit. Çfarë ishte sakrifica më e madhe që keni bërë? S'mund të them se çdo ditë e jetës, domethënë pa bashkëshorten është sakrificë. Edhe rritja e fëmijëve, jeta atyne që të dalin rrugë të drejtë, është ajo sakrificë që ti mundohesh mi ba sa ma mirë. Ajo është diçka që nuk mundet mu barazu me askur gjatë tjetër. Domethënë
sakrificat janë të shumta, por duhet mi kuptu jetën që mas mi marrë si sakrificë. Tani jemi në ambientin e muzeut të Ulcinit. Po të ishte këtu një muze të detarisë. Sa vend perfekt për të realizuar muzeu detar. Sa i bukur ky vend, i izoluar, me të vërtet i pashfrytzuar. Po një ambient ku vizitorët mund të shohin nyjet e detarisë dhe mësojnë lidhjet e tyre, dhe modelet e anijeve detarët dhe tregimet e tyre të prezantohen në ekrana me pamje të realizuara nga dizajner, piktor dhe me inteligjencë artificiale, me QR code, audio dhe broshura të shkruara. Sa me fat jemi që jeton në një vend kaq të bukur si Ulcini. Me të vërtet, Ulcini është një perlë e pa zbuluar e Bregdetit, me kalan që lulëzon dhe detin që shkëlqen.